Të zhvilloj programe për trajnimin e vazhdueshëm të personelit policor. 6. Menaxhimi i krizave dhe situatave emergjente. Zoti Broda ka treguar aftësi të jashtëzakonshme në menaxhimin e situatave të emergjencës dhe krizave. Ka koordinuar ndërhyrje efektive në raste të krimeve të rënda, katastrofave natyrore dhe situatave që kërkojnë reagim të shpejtë, duke siguruar mbrojtjen e qytetarëve dhe minimizuar dëmet materiale. Vendimarrja e tij ka qenë e qartë dhe shpejtë dhe bazuar në analiza të sakta të rrezikut. 7. Motivimi dhe zhvillimi i stafit. Gjatë periudhës së drejtimit, Zoti Broda ka vendosur theks të veçantë në zhvillimin e profesional të personelit policor, ka promovuar trajnime të avancuara, programe monitorimi dhe shpërbime për merit, duke krijuar një ambient pune stimulues dhe motivues që rrit performancën e të gjithë ekipit. Përgjegjësia sociale dhe etika profesionale. Zoti Broda ka mbajtur një standard të lartë etik në të gjitha aspektet e funksionimit të policisë së shtetit, ka inkurajuar respektimin e të drejtave të njeriut, barazinë në trajtimin e qytetarëve, integritetin në zbatimin e ligjit. Veprimtaria e tij ka kontribuar në forcimin e besimit të publikut të institucioneve të sigurisë. 9. Vizioni dhe strategjia afatgjate.